vëllezër, kam zgjedhur sot një pjesë të ajetit 110 të surës Al-Kahf për të përcjellë mesazhin e kësaj dite. Njeriu jeton, njeriu brenda ditës punon, flet, bisedon. Njeriu lëviz me duar, lëviz me këmbë. Njeriu me mimika bën shenja. Diku i buzëqesh, diku ja bën me sy, me dikani shikon mrolt, me dikana nervoz, me dikani hap syt në shenjë respekti që se ka po moti. Dërua vëllezër, gjitha këto për çdo ditë i përsërisim. Nga gjitha këto lëvizje që i bëjmë brenda ditës, bos argumenteve kuranore dhe profetike, për çdo lëvizje ki e shpërblim ose dënim. Çdo lëvizje. E ja bona mësi. Ama ja bone mësi që se ki po moti, a ja bone mësi për me i kallzu që qere ki qetri, ma shpine me i fol, për çfarë arsye? I buzëqeshe, pse i buzëqeshe? Pse të po qenë pse po? Apo i buzëqeshe në mënyrë ironike, për me nënçmu? Dërua vëllezër, burimi këtë këtive është në zemër. Qëse zemra është në rregull, çdo vepër që e bën qoftë edhe një adet. Një adet, një dietar thot, zemra, një jeti i mirë, motori i trupit, motori, zemra, e bën një adet të ngrihet në pozicionin e ibadetit. Ibadet. Ki buzëqesh me dikan, ibadet, sadaka o vllai dashur. E ki përshëndet dikan me selam, sadaka o vllai dashur, ibadet është ngrit nal. Qofse këtu burimi është i mirë. Ama qofse një jeti nuk ka e mirë, zemra nuk ka e mirë, e kje një interes jo për Zot. Një interes tjetër. Dietarët thonë edhe ibadetin e zbrit në adet. Xhami vin me bo ibadet, vetëm si adet shkrupet. Tek Allahu xhelal manat nuk ngritet. Jo rastisht edhe hadithi i parë në burimin e dytë të shariatit, pas Kuranit që ne e pranojmë Buhariun, hadithi i parë që e përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe është i radhitur në këtë koleksion, është innamal a'malu binniyat. Çdo vepër, çdo punë që bëni, varet pi niyetit. Varet pi niyetit. Të nderuar vëllezër, nuk ka vlerë karoseria nëse motori s'ban. S'ka vlerë karoseria. Motori si qet i kalbur, i prisht. Karoserin mundi me shminkat gjithë ditën, me i dartë njerëzit, me u thonë fjallë mira, me i përqafu, me i thonë me ditë sa du ti, pa di sa punë ku m'bo, muhabet, tek Allahu xhelal, shpras. Këtu jo rastisht për e zjedhi, sepse mendoj, me folë për këtë temë, sepse mendoj, që na musliman shqiptar të tyre trojeve, pikërisht që kitë punë qalojnë. Ka njerë bëjmë dhe një punë, ama e zhdukim duke mos ja ditë esencën. Dërua vëllezër, që për e marrë një shembull, abdes. Abdes marim na. Abdes në kohën e verës, kur anë zeft. Dikush më thot që këtë marrë abdes nëse shumë zeft fladit në pak. Dikush thot unë e që këtë marrë abdes se anë sunet në abdes me hecë. Ki i pari, për abdesis ka kur një farfajde. Se qëllimi akon të fladitja, të freskija, edhe është fresku, ama qaqë. A ki qetri e ka fitu shpërblimin e të praktikuarit sunetit për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A është e njëjta puna. E njëjta puna, edhe ki ka mor abdes, ama pi këtu ka donë diçka qetër. Njoni ka thonë të fladitna, të freskona, qetri ka thonë të praktikoj sunetin e për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ose për e zonë në xhami, dalin në xhami. Ha dole pak ma herët në xhami. Dalin 2 vetë ma herët në xhami. Njoni dhe në xhami ma herët se thot, çka me bobe në shtëpi do stadu? Po daj pak në xhami e zateki di kanë bëj muhabet. Qetri thot, po dal në xhami, sa sunet para e zonit, me dal ma herët me qëndru në xhami. Tu di qëndre në xhami. Tu di marin frim.
Ki I pari nga frimarja që e merë me njetë që të zatekën me dikant bënd muhabet, nuk ka kur një thënë shpërblimit e Zoti, mos tam gjuna. A ki diti, edhe ki dullu zatek me dikant bëni muhabet, ama njetin e kishte dale ta praktikoje sunetin e pejgamberit. Kujdes vllai dashur, për çdo frimarje që e merë për derisa ai duke qëndruar në xhami, tek Allahu dhu xhelal se vap regjistruar. Burimi ku kanë? Zen. Njëri kishte dalë natën me fal namaz natën. Kohët e hershme kur xhamia kanë qenë gjithçka. Xhamia kanë qenë faltore, kanë qenë pushimore, kanë qenë vend fjetje, gjithçka. Se si kanë pas të kushte këto lukse që I kemi ne sot. Dhe në xhami edhe fillon të fal namaz. Thot do fali namaz natë. Vonë. Dera e xhamis boni zon. U qet. Edhe u mshen. I tha me siguri ka orë dikush qetë mrejna në xhami. Edhe filloj atë rukuen pak të zgjate, në sejdë ka 15 minuta, 20 duke qëndru. E pastaj u qua dhe një reqat. Atë namazin e zgjati, që ai për mas those, po e kum zatin xhamive, po sa muslimani mirëve, po me pobe në sejdë gjithë sahati nekeve, a me lavdru, sa që e vëreti që kada do me do lidhë. Të dhe mu zbar qili, edhe dha selam. Kur dha selam qili mas, kur e po për mas, një qenë kishte një xhami. I tha vetes, o shpirti njeri ngratë. Gjithë natën nuk I boni ibadet Allahit, I boni ibadet qenit. Allahit retopt, Allahit zopt. Vllai dashur, qive një jetë që të ndjerë rezultatin. Sigur se ta bëjt për hir të Allahut është problem. Allahu, po nëse e bën për hir të insanit, insani mund ta shpërblejë, se Allah nuk është problem. Nëse e bën për hir të qenit, ne do të shpërblen qenit. Vllai dashur, gjitha ibadetet janë çashtu. Unë s'po du me hi, por veç për e përmendi se Allahu Zela në jetë kuranor tha, për men kjanë jërgju liqa Rabbi. Ata që kanë dëshirë mu taku me Allahun Dhul Zhelal. Kush takohet me Allah? Kush ka mu taku me Allahun? Xhenetlit. Xhenetlit, që ti që ki bojnë ibadet na për çdo ditë, Allahu Dhul Zhelal ka me ne muzun xhenet me taku. Inshallah Allah gjithve nasip në e ban ja Rabbel Alamin. Ama çka tha? Le të bëjmë vepra të mira. Edhe mos I shoqërojnë në ibadet kur gjë tjetër Allahut, po vetëm për Allah ta bëjmë punë. Për me nga pak më herët, po e përsëris, çështja e namazit, që janë shtylla e Islamit. Dikush thot nga gjeneratat më të reja, a be kum lexu dikun, shumë be ishte mirë me bon namaz. Pse be mirë? Po e lexove dikun, trupi, këtë muskujt, nyjet e trupit, krahët, këtu në qafë, kom, këtë po lëviz kanë, në aspektin trupor, pas ka një dobi shumë të madhe. Edhe, unë kom fillu me praktiku namazin. A ka se vapi ti namazin? Jo, pse? Po namazin nuk e banë se më ka thonë Allahu Zhelal urdhën, po e kom lezo si shumë e dobi shumë kana. Atër namaz jo të regjistrohet në kategorinë e fiskulturës. Sport banë. Ose çështja e agjerimit. A gojë do kum lexu, shkruaj kemi një vend dikun me mojt Ramazana sikur më u bë operacion pathik. Shumë dobi kishte trupi, edhe këto yndyrna që janë trupin këtë pastrohen, rregullohen ku vendos tanë të moj Ramazan. A ka se vapi këti Ramazan? Jo, vëllai. Se një jeti nuk ka për hatër të Allahut, unë pa agjëroj, tër ditë nuk haj, nuk pi. Allahu Zhelal du t'ja bëj këtë ibadet. Po pse e ban për djetë? Shpërblim ja djetën. Ibadeti tjetër, haxhi. Diku shkon gjithat lodhje, pare harxhon, mund të harxhon. Shkon, e kry ibadetin haxhin, qofse ka kry për hir të Allahut Dhul Zhelal, shpërblimin e ka. Qofse ka shku me e kry, që njerëzit I thënë haxhi, apo unë plaka më ku shkoj, paqare kam të shkoj, e po paqare shkove, po kur gjo nuk more. Se bone se Allah të boni fars. Ti shkove se qka të bëj këtë, po më dojnë gjemë, dërejat, hajde qu, shkomo, hajde su në plake, shkove e bone. Dërro vlezër.
Borgjin për Allahut, borgjin, obligimin e kryte, se vap. Hiq. Njeti nuk ka për Allah. Njetja për insan. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam një hadith. Ai njeri që e bën një vepër për ahiret, Allahu ja jep edhe dunjon. Qire? Ai që e bën një vepër për ahiret, Allahu ja jep edhe dunjon. E falin namazin për Allah, edhe fiskulturën e bën. Agjërove për Allah, edhe dietën e bën. Bone haxhin për Allah, edhe emnin e more. Qire? Për Allah. Ama ai që e bën sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një vepër për dunjë, Allahu ahiretin atij nuk jep. Pero vëllai, sado që tjetë punë e vogël, që ose motori funksionon mirë dhe thot që kjo punë bëhet për hir të Zotit, vallaja punë e vogël bëhet shumë e madhe. Shumë e madhe. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit do të vinë disa njerëz. Kur vinë ata njerëz do t'ju ndryqojnë fytyrat. Do t'ju ndryqojnë fytyrat dhe do të dallohen për njerëzve tjerë sepse do t'i hipin në disa podiume nga diamanti. Pak më nalt i qerëve. Njëri nga pranishme që ishte aty, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tha që këto nuk janë pejgamber. Nuk janë nësë shahida dëshmor që sundurojke ke fshatari, sahabi, reagoj me njerë, tha, ja Rasulullah, po në kalzove kush janë këto, që ka shumë dritë, që bëj kanë, u daloj kanë podiume, botën ashme, për një ketë qërë, kalzo kush janë, që ka kanë bo këto njerëzi? Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, di shumë, e ka ndorë një qetër për hatër të Allahut, pa interes. A që ka është nalta? Valloj që ka është nalta. Pse? Motori ashtë mirë. Për hatër të Allahut. Pastaj ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur nga vende të ndryshme vetëm për hatër të Allahut, me përkujtu, me i bën dhikr Allahut, me ndëgju fjalën e Allahut xhelal. Nga vende të ndryshme kanë ardhur. Tha jo me interes tjetër, për hatër të Allahut, Allah i ngren podium ditën e gjykimit. Shpresoj që edhe xhamati i kësaj xhamii që janë miks nga vendet ndryshme, Allahu xhelal inshallah gjithë së bashku në podium ditën e gjykimit na ngren ya Rabbel Alamin. Të nderuar vëllezër besimtar, shpërblimin Allahu xhelal nuk ta jep nga vepra që e bën, po nga qëllimi dhe niyeti që e bën atë vepër. Ishte disa dietar thonë që ditën e gjykimit Allahu xhelal kam i thonë disa melaçeve që regjistrojnë veprat. Filan në robit tem, merja shkruja që kitë punë. Shkruja dhe që kitë punë, shkruja që kitë sadaka, shkruja që kitë vizit, shkruja që kitë... O Zot, ki se ka bonve këtë punë që shmeja shkrujt? Ki se ka bon. Ama shumë ka pas me rak të boje, po s'ka pas mundësi. Shkruja sikur me pas bon. Qire? Shumë ka pas me rak me bo, po sën e ka bon. Shkruja sikur me pas bon. Po e tregoj një rast me një nga sahabët, i cili ngeli dhe mbeti në Mekë kur musliman qenë shkunë në Medinë. Zbritën ajetët kuranore nga sura An-Nisa, ku Allahu xhelal qortoi ata të cilët pa asnjë farë arsye që ndruan Mekë nuk shkunë në Medinë, pa asnjë farë arsye. Sipas ka gjithën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur mor veç që ka zbritur ajetët kuranore, tha subhanallahu çfarë gabimi pas na bë, i smut ishte, në shtrat ishte, u ngrit, tha më përgatit një derën se du dal në rrugë, ta qenë vend urdhnin e Allahu xhelal, se pa na gabuar shumë, ja përgatitën bideve një shtrat. Ran bideve, e filloi udhtimin, bashkë me fëmijët e vet, me djemtë e vet, në vendin e quajtur Tenim, ndroi jetë dëbdiç. Atje dhe e varrosën. Djemtë e vet arritën në Medinë. Kur mrin në Medinë ja tregu në rastin pejgamberit alayhi salatu wasalam, një nga sahabët tha, "Tu be sigurt kishte mrin këtu. Sigurt kishte mrin dhe i kishte marrë sevapin e hijretit." Sa pas se pas ka pas shkruar me mrin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë tha, ai i cili e ka pas për qëllim migrimin, hijretin, e kalon vendlinjen dhe shtëpinë. Tek Allahu xhelal e ka sevapin e hijretit edhe pse nuk ka mri këtu. Kujdes. Na, që ose dëshirojmë të marrim ndonjë shpërblim, dini punën se ne bëjmë. Po thuj s'pokun veten tonë, be sigur me pas mundësi,
vallaj që ati fukaras t'i shpjek që në rejzve. Sikur me pas mundësi, vallaj një fmi të një fukaraje e kisha shkollube, sikur me pas mundësi, një punë të hajri qeter e kisha bove, s'po ku bënë një jetë, se në qofë se nuk e arrinat, tek Allahu dhu Gjelal e registrohë, sikur me e pas bo. Shpërblenë Allahu dhu Gjelal. Tregojt një rast një familje fukara në kohën e Abasive, shumë fukara, jeton një shkretin, shumë fukara. Gru, një ditë në atë shkretin, ra shi. Shi shumë i ra. Kër e ponë shiun, fillu me njerë, vëndu në ati, që të mbushen me uj. Uj shiu, uj i pastër, uj i amën. Ma si mbushen enët, gruaja po i thot burit vetë, o burë. Gjenje se kina të mirë. Zgjedhe një ibrik, një shtamë. Zgjedhe një të mirë, me qkit uj, edhe qoja ati që ashtë në kryet tonë. Qoja ati ta kumpru uj të pastër, uj nga qili që ka ra, edhe e pja nështë atë jep di një hedi. Të gjendin e pështire kemi. Po të në regu, mire kje, me bondi qka, e mori, dolin rrugë, het, më rrini. Ama nuk e dike se në qytetin, ku jeton pushtetari, uj ta mëllë sa dush, qeshma po, lumej po, se dikin gratë. Si po, trokitin derë, ta ko mund si takohëm, ta po ko mund si takosh. Ma se e shtinin brenda, po e bi ma shkurt, sa të kumpru uj të pastër. Uj nga qili, kita e kumbo vetëm me ta sjell ti, e nështë ta mep dhe një shpërblim vogël se e kemi gjendjen e pështirë. Ki nuk i tha që na kina uj sa dush. Tha, ka në lodhë shumë, pas ke bo një nderë shumë madhe, një sajgit në badhe. Tha, shumë faleminderes, Allah që përblet. E këni tha me hangër me pi, letë pushoje, ati rojtarët i tha, mushja tha qatë shtamën me lira të arit. Edhe përcjellë, ama kur ta përcjellës, tha qoje dhe të lumi, hipe në anije edhe me anije letë shkoje ma shpejt. Tha shkurtoje pak rrugën. Përga ditë një mushën shtamën me altan, e mrejt të anija, kur afru të anija, kur e pa lumin ki, ujtë pas ka pas sa dush këtu. Po pëse më dha këtë altani? Qatë moment me menën e vetë ta, sa që di që më jemi në njërësit. Lipa më altanin, lipa 2-3 altan, më dha një shtamë. Si kur beja lipa Allahu dhu gjelal gjenetin, me sigurisë Allahu ma jetë. Që tu bëhët gabimi. Një jeti dëshira për këtë botë shumë e madhe, edhe gjithë shka kujtojmë dhe mendojmë, qire, pi ujit Allahit mundon me fitu diçka, për këtë dunjot, shkon ideja, ama pak dhe me lodh trunin, pak me regullu motorin, me lip Allahu Gjelal falit të gjunaheve tona që për shdo dit i bëjmë. Lusim Allahu Gjelal që gjenetin nasip me e bën ja Rabbel Alamin. Dhe rrë dhe të regojmë një rast, një pushtetar, kështë e vendos me mikit pa fajshëm, një ro, ishtë pa kur një farfaj, kam ja e kryetun, e qëtë për para. E thot, biri, hekja, ati ministrat, edhe kur bomi ja e kryet, e nervos se pa pik fa i, ja nisi me e shak. A sultan, po dhe më shkoj kryja, ja nisi me e shak. Po deri sa e shante, pushtetari po e pyet njënin ati afër që ishte nga këto ministrat, tha, qka po thot? Tha, po e lexon, tha, një ajet kuranor nga sura e Ali Imran. Nga sura e Ali Imran ajet? Po, cila ajet? Thot, po lexon që Allahu dhu gjelal nga thot dhe sariu ila magfirati min rabbikum, o gjenneti arduha samavati wal ard. Shpejtoni në falën e Allahut, se gjeneti për çdo kan për juve sa toka e qielli. Edhe në veçanti për ata që japin kur kanë e kur s'kan, ato që janë kur janë nervoz, atë nervozën e mundin, ata të cilët din me falë, kjo është ajeti kuranor. Sa që kita jetë ato e ledzu, sa kana njëri mirë, falja. Edhe e fali, ki qetri ministrë pësej, ki ma i meqën ti. Ka dale? Ka dale. A nuk ka marrë ta ministri me e rejt pushtetari? Sa ki të beson ti e rejt, ki si la gjohë pasha. Ti thua jetë kuranor le të. Po ke meriton një herë. Po në qofë se i bin një krije dhe ata mja hek. Ki i poshtë. Atër e ndali pushtetarë të nalë. Sa të zanë drejten.
rrejnë që ti po më doket më e mirë se e vërteta jote. Rrejnë e këti më e mirë se e vërteta jote, se rrejnë e këti ishte me shpëtu një jetë njeri, a vërteta jote ishte me zhduk një jetë njeri të pafajshme. Ta përja fali liri, këtë për e bëj kryeministër, ati hec për jashtë. Qire, një jetë i mirë, një jetë për me shpëtu një jetë njeriu e ngritin në pjedestal edhe më të nalë. Kanë, ai njeri që në zemrën e vetë me vërtet e ka dëshirë që me bo një punë të hajrit dhe me ndihmu dikuj tjetër, pa dyshim që Allahu Zhelal ato njerëz i shpërblen. Unë nuk të zgjas më tepër. Edhe me një shembull dhe rrumbullaksoj. Me një shembull për me tregu që shejtani për çdo ditë mundohet na i prishe zemrat tona, na i prishe jetët tona, na i gjegë ibadetet tona, mos na lën edhe punë të thjeshta të ngrim në pozicion të ibadetit. Shejtani. Thuhet kishte një rob shumë i mirë nga vendi Israil. Veç Allahut ibadet i bëj. Shumë besimtar i mirë. E ky besimtar i mirë mur vesh që një grup njerëzish, një drunit po i bëj kan ibadet. Shkojnë i bëjnë e adhurojnë ata. Ky besimtar i mirë u nervozu. Mare tha, unë e sfilohet më ingjuna. Sa kicën, edhe unë njësë ullës. Para se me mreja gji, du një plak për para. Kuj të shku? A me ka du drejten, mora veç që do, pa adhurej një drun. Shkova që ati drunit, të një të pres. Tha, ka dale, mos e gju. Po ti qka të pengon, ti shko këshire, bani i batetin ta me gje. Shaki e puti me drunin e dikuja gje. Po le, qka dhe le të bëjnë ato, këshire punën tane. Ja, nuk jam rahat une. More, hes ke prapë që nuk u të lo me shku. More, më le me shku edhe unë gjithë në përfiti. Po, ki adhurua si mirë i Zotit, kitë plakën e shti në urfuni. Ama ki plakë ishte shitoni. Në forë të njëri. Kër e shti në urfuni, tha veç pak. Një moment. Po badiova be e kje që e preti. Shko me bani i badeti Zotit ta në shpëton vetën. Sa ato janë qashtë prisht, prapë kanë me email një qetë, prapë kanë ma vëru. Leje. More nuk e lo dhe pra për puni e shtë ngonë, lem rahat, a e ngrejp, more lem rahat, veç edhe një lap, Tha qire, ka me dalon një propozit. Hajt leje qa drunin ti, për gjdo dit në sabah, kur që është në rjastik, ka me t'i vnu ka 3 lira të arit. 3 lira të arit, ti i merë. Edhe familja jote nuk kanë zorë për pasuri, mu varë për dikuj, edhe ti një fukarasi një mon, edhe një pun të hajri tjetër e banë, ka shumë e mirë se me shku me e prej qa druni, qire, fiton. Unë nalë ti, mare mire kom. Shetoni shumë raste në ato që shto, e bëjnë një pun të keqë, dojnë mare mire kina, se na mu shmejnë nëj. Shumë mire abona, bravo. Në qëfar mire? U thuj prapë, ra me flet, kur që në sabat, 3 lira, miru bo, 3. Edhe nesër me në 3 6, opa, miru bo. Ditën e 3 kur qonë, mare lira s'ja. Tha, ki dhe ndrej mua betin, mare qash i kalzoj une, kap sa kisën e prap dul nuk. Edhe i dul plaki prap për para, tha ku shkon? Tha po shkoj ta qa drunin me e prej, jo ta vëllaj se një ki prej, jo ta ka me e prej, edhe unë gjitën plaki më i do të triju nërfuni e shnini. Tha opa shko u bo, e po tha gje, para 3 ditve e kishe për i zotë Allahit, sot e ki e për i zotë pareve, të fitova, shkove mo. Njeti qëka ke? Njeti i par ke për hirë të Allahut e mund e shejtanin. Njeti i dytë ke për hirë të lirave, shejtanit fitoj. Të ndëruar vëllezër, të ri dhe pleq, të shëndor dhe të sëmur, kini kujdes pak më tepër në zemrat tona. Kemi kujdes. Dhe të bëjmë një jetë, edhe ndoshta nuk mund t'i realizojmë, sepse këso Allahu Zhelal i ngrejnë në pozicionin e ibadeteve, dhe inshallah Allahu Zhelal në mëson, siç na thanë në ajet kuranor, që ne ditën e gjykimit, Allahu Zhelal në mësoje që takohemi me ta, inshallah, ja Rabbel Alamin. Lusim Allahu Zhelal në rrugën e drejtë në udhëzoj, nga zjarmi i xhenemit të na mbroj, Gjentul Firdosi nasip në e bëj. Me mundësin jetë begashme me bereqet dhe inshallah të vdesim me shahadet duke thonë Eshhedu an la ilaha illallah wa eshhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh.